Bashkia Shkodër ka nisur punimet për rikonstruksionin e palestrës së shkollës 28 nëntori, një investim i rëndësishëm që synon përmirësimin e kushteve të edukimit fizik dhe zhvillimit të sportit në shkolla. Punimet po zhvillohen me ritme intensive për të kthyer këtë hapësirë në një ambient modern dhe funksional për nxënësit. Dhurata Kuçi, mësuese pranë shkolle në edukimin fizik, sportet dhe shëndet, tha se ky investim është i mirëpritur dhe do të ndikojë pozitivisht në zhvillimin e orëve të edukimit fizik dhe në motivimin e nxënësve për të angazhuar më shumë në sport. Patjetër që është një lajm shumë i mirë, jo vetëm për ne, por për gjithë nxënësit pjesë kësaj shkolle, nga të cilat është një shkollë elitare që dihet është shkollë 100 shekullore, është një investim që na kena prit, e kena kërku më së shumtit, përvarësisht se është një palestër që nuk na lejon të realizojmë lojna sportive, por ai projekt që është ba më spirit dhe shpresoj të realizohet në masën 100%. Nga ana tjetër, ajo thekson se një zhvillim pozitiv është edhe rikthimi i hapësirës së palestrës tek nxënësit e kësaj shkolle elitare, pasi më herët ajo nuk ishte në funksion të shkollës. Unë kam 28 vjet mësuese në këtë gjimnaz dhe në vite e kena kërku, pavarësisht se një herë ka qenë boksit, një herë po jo japim, tjerë s'po japim, më në fund erdhi dita që kjo pjesë tjetë e jona ashtu siç ka qenë në vite. Ky investim është pjesë e programit të përbashkët mes Bashkisë Shkodër dhe Ministrisë së Arsimit, që synon modernizimin e infrastrukturës arsimore dhe sportive.